Jemi këtë pjesë të këtij emisioni për sonte dhe na ka ardhur një mysafirë prej Gjermanisë. Më me thonë që është rasti më interesant që kam po na herë në Gjermani dhe tash e kemi në studio në Prishtinë. Ka ardhur direkt për Gjermanisë. Bravo ka ardhur, ka flajt në Prishtinë e sot kemi në studio Melinda Musolli. Mirë se erdhe Melind. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Si je? Mirë, A ja ardhur mirë? Mirë shumë, perfekt po. A vjen shpesh po? Vi shpesh, po. Shpesh në Kosovë, a? Po, shpesh në Kosovë. Ku ke lind tregom kështu mas pari? Jam lindur në Gjermani. Gjermani, cili vend? Berlin. Berlin, a? Po. Okej. Edhe ke jetu atje, do të thonë jeton hala atje. Jetoj akoma atje. Ke ardhur shpesh në Kosovë, ke vizitu Kosovën. Fiks. Apo pëlqen? Shumë. Pëlqen, a? Më pëlqen shumë. Jashtë mose. Melinda, për ndryshe, që ke pas emrin Melind ma herët, ta shkojmë tash të full. Maria, Po. Maria Melinda, do më thonë, e ka ndru dhe emrin është bo shqiptare. Fiks. Po dëllë mu bo shqiptare, qika, edhe na normalisht shqiptarët i mikpresim njerëzit që na i dojmë krejt, edhe Gjermante, edhe Zvistrante, edhe Amerikanë, po Ç'është? kur bo shqiptare, dyqysh, flet shqip, afrohesh pak ma shumë Normal. me shqiptarët. Pse vendose me ndru emrin më spori? Kam vendosur me ndru emrin se desha më bëhen 100% shqiptare. 100% shqiptare. Që ke njoft, para se mu taku me shqiptarët, a ke ditë që ekziston Kosova? Jo fare. Hiç Për ke Kosovë nuk e kam ditë jo. Nuk e kam ditë. Kur e kuptova që është një shtet, ekziston një vend i vogël që është Kosova? Kohë e luftës. Kohë të luftës, Ne kohë të luftës, po, se e kam njoftë shqiptarët në Gjermani, në Berlin, Okej. ku janë ardhe refugjat Refugjat. në kohë të luftës. Aha. Kështu më ka lidhë kontakte me shqiptarët. Edhe- Edhe atje e kam dëgjuar se ka një qytet Kosovë. Do më thonë ti e ke kuptu që janë do njerës që jetojnë në një vend vogël, dikon në Evropë, që quhet Po. Kosovë, dikon vitin 98, 99, po i bjen. Po. Atëherë ti ke qenë vajzë e re, sigurisht. Po. Hala je e re, nuk do më thonë që je Faleminderit. kështu, po ke qenë më e re në moshë, Po. sepse janë, po flasim para 25-6 viteve. Po fiks. Edhe, qa ke bot ti para si me njohë shqiptarët? Qa ke punu? Qa ke studiu? E kon Kam shkollë? qenë në shkollë dhe kom nisë më punua kadal. Dhe kom pas një jetë thjesht normal. Okej. Si një vajzë gjermane. Po. Me shkollën gjermane, shoqëri gjermane, Aha. dhe fiks jetë normal. Fiks jetën Po, që tani- jetohet në Gjermani. Po. Tani Okej. ka ndryshu gjithçka. Cili ka qenë kontakti i parë me shqiptarë? Ka qenë me një vajzë. Me një vajzë? Po, ka Ku? qenë me një vajzë, kam qenë me bli harç. Deshe me bli buk. Okej. Po ka pas një vajzë para meje, si ajo nuk ka ditë më fol gjuhën gjermane, si Gjermane. normalisht, se Po, ka refugjat. ardhe në kohë të luftës. Dhe ka dhimbë ajo vajza se ajo gruaja atje në qytore ka fol gjithçka dhe ajo goca nuk ka kuptuar. Se ka fare. ditë. Edhe tani unë e pyeta, i kojti anglisht pak, i kojti edhe më ka thonë, unë jam shqiptare i Kosovës. Ajo ishte kontakti i parë. Kontakti i parë. Po. Mandej ti fillove me holumtu për shqiptarët, me këshyr kush janë shqiptarët, Po. ku jetojnë, pse janë në luftë. Po, fiks. Shkova në Domethënë- shtëpi dhe më njëherë kom nisë më lexu. Me një herë. Po, se isha shumë i emocionuar. Po. Edhe e kom po në fytyrën e këtë vajzës se ishte shumë i mërzitshëm. Okej, Se ka ardhur normalisht për luftës edhe ka po shumë scenat. sigurisht. Edhe e kom nisë me lexu edhe me interesu. Aha. Shkova prap të këtë vend, Okej. për me kontaktu prap me këtë vajzë. Edhe rastësisht i posh prap. Prapë takove. Po. A e ki ta shoqat vajzën? Akoma e kam shoqën. Dhe më thonë hala ke majtë kontaktin para Po, 25-6 jeton tani në viteve. Gjermani, akoma e kam kontakt. Okej. A o zërë me mësu gjuhën Shqipe? Shumë. Shumë, ha? Mendoj se shumë zor, po. E vështirë gjuha E Shqipe. vështirë, po duhet me pas interes për më mësu. Me dasht. Me dash, duhet me kanë edhe afër zemrës së këtë gjuhë, Aha. si për ndryshe mendoj se është shumë vështirë më mësu. Ku të rrit ty dashnia për shqiptarët? Domethënë, ku e gjeta inspirimin më të madh për shqiptarët? Normalisht të tregoj prej fillimit, normalisht ishte vetëm shoqëria. Po, Po e kom pas kontakt kaq shumë me këtë shoqën, po, se mu ka afru edhe në familjen. okej. Kështu që mu ka marrë me veten në familjen e kësaj. Aha. E jo vetëm këtë, pas saj e kom pas edhe kontakt ma shumë me shqiptarë. Jo vetëm me këtë familje dhe me familje të tjetër. Se e kom pa, na e kem respekt shumë madh. Edhe mu më pëlqen shumë. Na njerëz janë shumë ngrohtë, në zetë, me zemrë, me shpirt. Edhe të gjermanët këtë nuk i kom pa. Janë ma të ftoftë pak, a? Po, janë jo pak, po shumë. Okej. Edhe unë mendova vetë me veten, kjo më pëlqen shumë.
Se edhe unë i kom një vetën shumë rahat. Okej. Dhe mu kanë thonë edhe njerëzit në këtë familjen me linda ti më duket nuk i Gjermane, po ti më duket je prej neve, te je qështu ngrohtë. Je shqiptare, a? Je shqiptare, ki qef me A formë. ke vetë nonën a babën a nëjsa në mos je të manë kështu më herë shqiptare përse ke Nuk ditë? kam nevoj me pyet, po di. Okej. Për fat keq jam Gjermane, edhe më vjen shumë rëzim më thonë. Pse? Pse? Se i ndi vetën si shqiptare. Do më thonë ti tash, në këtë kohën, jemi 2025, ma shumë një është shqiptare se Gjermane, a? Ma shumë mendoj si 100%. Jetoj Shqip, po foj Shqip, kam shoqet shqiptare. A mendon Shqip? Mendoj edhe Shqip, po. Mendon edhe Shqip, a? Po. Edhe androj edhe Shqip, në gjuhën Shqipe. Do më thonë, ndronë edhe Shqip, do më Po, thonë, qaq feldi ke një të shqiptarë, sa që edhe mendon, Mendoj, nga shqiptarë. edhe shoqet Gjermane i kam vetëm pak, Okej. edhe ata më thonë, Melinda, ti nuk je Gjermane, ti nuk je prej nesh se i kretë ndryshe. Jam edhe kretë ndryshe. Do më thonë, ti je qaq e mishtnume me shqiptarë, sa që sot po një është ma shumë shqiptarë se Gjermane. 100%. 100%. 100%. Çka të pëlqen tash të shqiptarët? Gjithçka. Gjithçka. Gjithçka, vetëm inati nuk më pëlqen, Inati pak, veti a? kam. Për fat keq veti kam, A kena ka pak e notë në shqiptarët, a? po pak. Okej. A rem në shqiptarët? Ai, më thon drejtën, ajo është, çish më thon, i kam marrë edhe unë këtë inat. Okej. Dhe normalisht me do inat më pas nuk është bash mirë, se për inat më është me lanë edhe sena tjetër, Okej. po e morë edhe unë. A rem në shqiptarët? Ka neherë, Ka njëherë? Po. Okej. A jena punëtorë në shqiptarët? shumë, Shumë, a? shumë. Ma shumë se Mendoj Gjermanë, edhe ta? Po, shumë. Gjermanë thënë punën e ma shumë ti në botë, ku tash? Jo, nuk mendoj nuk kështu. S'mendon kështu, a? Jo, nuk mendoj nuk kështu. Nuk Shqiptarët mendoj. po thu punojnë. Shumë, si shqiptar ku kanë një cilë, ku don ma arrit diçka, i bën gjithçka. Bojnë gjithçka dhe më Bojnë thonë. gjithçka. I natin, që kjo është i nati jonë, domethënë, kur don me bojnë diçka, dhe në hanë shkon. Po, Kamin fiks. me gollë dy shliset. Shumë mirë ki, edhe unë i mora ketë, se për ndryshe nuk isha tani këto, Okej. se kom punu shumë për ketë, dhe kom interesua shumë për Shqipërinë edhe për Kosovë, për Makedoni, Malzi, ku jetojnë shqiptar, interesa ime është atje. Ku të pëlqen më shumë ditë shqiptar? Cili vend? Oh, ka shumë vene të bukura. Për shembull, Për shembull, Prizren, këto në Kosovë, Prizren më pëlqen shumë. Prizren? Kam edhe shoqet edhe shokët andej. Aha. Rrogovë më pëlqen shumë, kam qenë shumë shpesh. Gjithashtu edhe në Shqipëri, do iki Okej. shumë shpesh. Shqipëri mirë, Po, Bregdeti mirë. po shumë. Ama në Shqipëri, për shembull Berat, Po. Gjirokastër, Po. edhe Vlorë më pëlqen shumë. Okej. Por ata e kom nisë edhe Instagramin time. Te e ki po, edhe e kom hap Instagramin time, me mënyrë me të regu botës sa venat bukra kemi ne, Okej. si shqiptar, në Shqipëri, Malzi, Makedoni, Aha. edhe në Kosovë. A e din tash, i din sigurisht tash rregullat e shqiptarëve që në familje është një farë hierarkie, një farë Po. rendi shtëpiak që baba, nona respektohen më shumë ata që janë pak më zot të shtëpisë që thojmë na. Ti je kon çast e mishnuar me shqiptarët, a i din tash të rregullat në shtëpi, a i din gatimet shqiptare, a i Po. din rendin Gjithçka. shtëpiak që Gjithçka. i din krejt. Po. Veshësh si shqiptarët, Po veshna kur Ka një herë, na i ka një dasëm. herë, jo, akoma vesh i kam, me thonë drejtën, 2000, jelek, daloma. jo, Po. edhe dimia, E kam normalisht po. a i ke vesha dimia ta? Shumë herë. Shumë herë i kom vesh. Edhe më pëlqen shumë, se duhet me mbrojt mendoj, duhet me mbrojt gjithë ata adetet edhe kulturë, mos më hub, se për shembull isha në Gjermani, kanë vetëm në për vendat e vogla akoma veshje Po, tradicionale, po e hupën, kada i hupën edhe ata. Mendoj se duhet me mbrojt, duhet me mbrojt ata senat. Okej, që dhe më thonë qebra një... Melinda, dhe më thonë Maria e ki heket në pasaport tash emrin. Jo kam, po vetëm e kon mbru, Melinda Maria. E ke ndru venin Po, po. emna, dhe më thonë tash Po. je Melinda Musoli, Melinda Maria Musoli. Po, Qështu e ki dhe më thonë? Fiks. A kështë jetu në Kosovë? kisha jetu. Kishe jetu, a? Kosovë ose në Shqipëri, se me vërtetën në pëlqen shumë. Okej. Edhe i punoj për ketë, boj gjithçka për më arrit cilin time, më blej një banes, për shembull këtu, ose në Shqipëri, si me vërtetën edhe në Shqipëri jam shumë shpesh. Jo Okej. vetëm vetë, jo vetëm me mamën edhe me shoqen, po edhe jam me njes tjetër. Okej. Me tregu sa venet bukura kemi ne. Qka po të thojnë Gjermanë kër e kuptojnë që ti je bon, dhe më thonë, në ke ndru emrin, biemrin, i ke ndru krejt për më bo shqiptare? Drejt e tregoj si ka Gjermanë që nuk din se jam Gjermane.
A ka Gjerman që nuk e din që je Gjermane? Fiks. Si edhe nuk i tregoj, si nuk du me Po, tregu. e këta që e din, atë gjykojnë? Ka njerëz, ma shumë prej shqiptarët, si thonë, mi linda, ti nuk mundesh me bo shqiptare si ne, po s'mani. Unë kam këtë vetë për vetën edhe unë tham vetë për vetën jam shqiptare, edhe drejt të tregoj se kam edhe shumë prekraje prej shoqet edhe familjet e tjetër shqiptarëve, edhe prej njerëzve si thonë bravo, çka ke arrit. Që të ka thonë familja? Ishte një histori pak interesant. Se mamë e babe kanë thonë, pse, qysh, po te je Gjermane, pse do më ndru 100%. Edhe në fillim i kam pas pak frikë, se i iki, po shemë prej dur i kësojna, për mamët ose babet. Po tani kanë kuptuar se qa jam të bo, mu kanë ndryshu jetën 100%. Kam pas edhe unë normalisht në kohën adolescencët pak senat, atë nuk e kom gu pak bashkë mamë, babën, e kom pas kryti fort, po mendoj si është normal, po jem afru shqiptarët edhe kom ndryshu edhe sistemin në familjen time. Krejt ndryshe. E ke ndrua? Respektin ma shumë. Okej. Respektin, boj gjithë shka për prindë të mi, bashkë edhe për mamin time. Po thu që shqiptarët e kanë qëtë zakon që prindë me respektu shumë. Shumë. Edhe është shumë mirë. E Gjermanët që kanë? Sistemi Gjerman që Nuk kanë funksionon? ashtu. Faktikisht nuk kanë ashtu. Faktikisht nuk kanë ashtu. Janë shumë ftoftë edhe largohen shumë shpejt prej shtëpisë. Largohen? Po. Jo, të nasë mund largohesh mo, dhe Ja. babat një din Gjermani, pa të këthy në shpesë e lendë. Është mirë Të na është kështu. Është shumë mirë. Mirë është. Unë pëlqen shumë. Po thu është ma mira, Po. Edhe unë tani jam shumë afër prindërit e mi. a trashëgohet pasunia në Gjermani? Si? A trashëgohet pasunia në Gjermani? Për shembull, baba e lën fëmijës vet pasuninë ose nona Po ose është normal. e lën, domethënë, e trashëgon. Po, është normal. Po. Okej, se na shqiptarët e kemi zakon kështu. Edhe pse zakonisht deri tash deri në këtë kohën moderne, vajzat i kanë pak më si kemi dhënë shumë kështu pasuni, po tash do të më dhënë. Domethënë, vajzat janë Po, kuptohet, po. Prap si prap, këtë sistem si kemi ne, unë tham gjithë ne, okej. është shumë ma mirë. Ma mirë është kjo. Ma mirë, shumë ma mirë. Po ti e ke ndru dhe fenë se s'gaboj. Po, fiks. Jem bo edhe muslimane. I po muslimane. Po. Po ka edhe shqiptarë që janë katolik. Ka. Po, jem interesua jo vetëm për Shqipërinë dhe Kosovën, po edhe për fejen. Po. Edhe e komendu vetë për veten, çka për shtatë tani me mua. Okej. Se janë dy senat ndryshme. Po. Shqipëria më kanë shqiptare ose Kosovë më kanë shqiptare është diçka tjetër si feja. Po mu më ka pëlqyer feja shumë. Do të thonë tash jeni muslimane. Po, edhe kom lexuar shumë. Jam interesuar edhe për këtë rast. Për këtë pjesë. Po, edhe më kam bërë jo vetëm shqiptare, po edhe muslimane. Do të thonë tash e apo agjeron Ramazanin, tash Po. e ke agjerua? Po. Ai është zor? Si? Ai është vështirë? Ishte vështirë në ditën e fillimit. Okej. I parë, dytë, i treta. Kam pak pas dhim kokës. Aha. Pastaj më mësu trupi. Do të thonë kjo ka qenë hera parë që ke agjeru? Jo, nuk ka qenë herë e parë. Sa herë që sa vjet Herë e agjer? gjashtë, herë e gjashtë. Hera e gjashtë, Po. do të thonë që e agjeron. Interesant. A ki me morë familje morë në Kosovë me jetu? Drejt të tregoj se kam qenë me mamën më babën shumë shpesh në Kosovë. Me jetu krejt? Po me jetu krejt, mendoj si nuk moj, Nuk si edhe mundesh. prindërit e mi janë pak më mosh tani. Po. Po edhe për këtë rast, si kam prindrit më mosh, si janë i moshuar, mu duhet me qëndru edhe afër prindrit. Okej. Kështu që jam vetëm unë. A e din sa është paga mesatare në Kosovë? 300 euro Mendoj se kushton. shumë më pak si 300 euro kushton, do thonë është paga mesatare. Në Gjermani drejt- është Ama drejt të tregoj, me pas një punë, edhe me pas një diçka që ka ngren, i bën edhe shumë i qef. Edhe qysh mundesh me arrit cilën gjithë. do të thonë nëse kishe pas një shkase dhe me kon pak më mirë financiarisht ishe ardhur edhe këtu. Po, 100%. Edhe drejt të tregoj, tani kam prindrit të tash, kam prindrit Po. atje, mu duhet me kujdes edhe për prindrit. Nuk më lën mamën vetë, se është pak më mosh, edhe mu duhet me këqyr edhe prindrit. Që e shqiptarja bre? No, nëse është Me vërtetë mu duhet me këqyr prindrit, si ata kemi edhe obligim me këqyr prindrit, edhe mu duhet me kujdes edhe për prindrit. Për çka e çudit më shumë ti të shqiptarët? Kur e ke pa një fenomen ose një dukuri që ty të ka habit ose për mirë ose për keq? Normalisht. Mas pore, ku kom mjoftu shqiptarët, ishte, çka më ka habit pak ishte interesa. Interesi, ja? Interes, po. Se se ka shumë interes. Njerëz kanë qef më arrit diçka për, çish më thonë, çish me tregu. Për qëllimet veta për Po, më ëndrat përdor edhe vetat. njerëzit pak, a din, për interesin në vetë.
edhe kjo s'm ka pëlqy. I kam kuptu në kohën e luftës, si normalisht është një kohë krejt ndryshe. Jena ka pak interesin në shqiptarët, domethënë kena ka pak kështu interesin. Dojna ka pak interese, ka nuk ka pak. pëlqy. Okej. Drejt të tregoj si unë mendoj nëse do më arrit diçka, mundesh edhe vetë më arrit. Vetëm duhet më pas forcë edhe kokën fort. Okej. Vetëm përpara më shku. Jo mas tjetër kujna. E çka të ka pëlqy? Domethënë kjo të ka habit për keq, çka ke po diçka për mirë që ke thonë, wow, ka mirë. Të thash, respekti. Respekti. Familja. Po. Si jemi me familjen për shembull, jemi Po. shumë afër, shumë edhe nëse kemi një problem, gjithkohësh don më nimu. Vjen me nimu. Po. Kjo të Gjerman nuk ekziston, domethënë, nëse keni problem. Jo, keq jo, nuk ekziston. Jo. Ka me siguri, nuk janë këtë kishat njëjtë. Sigurisht. Po këto është krejt më ndryshe. Edhe po shumë ko vi në Kosovë, ko vi në Shqipëri, ose në Makedoni, edhe isha shqiptarët, më njëherë mundesh me fol, vjen muhabeti. Po. Jo vetëm si jeja i mirë, po hapësh me muhabet. Flet çka dush me ta, domethënë po. ulesh pin kafe dhe thu hale bëjmë llaf, thojmë na këtu. Po, bojna laf. Hale folim bëjmë llaf. Okej. Ai ka ndosma shqiptare ndonjëherë? Plot. Shumë herë. A mirë? Shumë, unë pëlqen shumë. Shumë, Ka më pëlqen shumë. Gjithashtu edhe kam shumë qef me kërcy, me vallzu. Më pëlqen shumë, kështu që nëse ka një darsum rreth time, Po. do iki. Okej. Shkoj më një herë. Ki më shku. Po. A den me kthye me defe me kësi sanësh? Po. Tunat? Po. Din me kësi domethënë. Po. Bravo. Di. Qysh bën dosma në Gjermani? Me pak njerëz, Me me pak njerëz edhe diploma. me thon drejtën, është darsum se një ditë edhe nuk është sen, adin rregullohen shumë thjesht edhe janë shumë pak njerëz, edhe ikën nashta shkojnë për darkë tikun ose diçka. Atmosfera nuk është, atmosfera është si bën na darsmat. Domethënë kështu me shumë njerëz, Me shumë njerëz, me tupana, me defat, me shku mi bo flokt, nuset, femnat, mu grimu. Jo mos i përpara, si kanë drejt shumë, adin, po tash është Po. pak ma një qik ma thjesht. Pak ma modern. Pak ma modern është ma mirë, po mu më pëlqen atmosfera, me tupana, me defat. Gjithçka, është edhe adetat janë shumë bukra. Kur nisë darsma, kur të nisën qikat me këndu, edhe kjo më pëlqen shumë. Që ke mësu më krejt këtu sane? Po si jo, Domethënë- nëse do me ditë diçka, edhe me vërtetën 100% ki kokën atje, edhe do me bo pjesë i kësaj jetës, duhet me dhonë gjithçka për me arrit cilën. A kemi ra pishmon këtë kësaj rrugët tone? Kur? Jo. Kur? Jo, kur. Normalisht ka pas senat në jetës time se ishim pak i vështirë, por prap duhet me çu, në kam edhe me vazhdu. Cili është me bo shqiptare. E jo vetëm ketë, po cili jemi është edhe me tregu botës sa venet bukra i kemi, si jemi ne, me respekt, me familjen, se akoma njerëz nuk i din kush jemi ne, si jemi ne, edhe sa venet bukra kemi ne. A jena të mirë si popull? Po. Të mira? Mendoj po. Nuk e kom pas me ditë sa kontaktet keq me shqiptarët. Okej. Çfarë mendime kanë Gjerman kështu në përgjithësi për shqiptarët? Largohen. Largohen, a? Pse? Largohen. Mas pari largohen. Largohen se kanë shumë, detyrojnë shumë. Ju shqiptarët jeni kështu, nuk keni, me thëmë drejtën, i thojnë burat janë kështu, gratë janë akoma ma ulta, për shembull, edhe gratë duhet me kanë një shtëpi, vetëm një kuzhinë se na tjetër. Po unë i kundërshtoj gjithë. Nuk është ashtu. Nuk është absolutikisht ashtu. Normalisht përpara ishte ka qenë më ndryshe, po tani është më ndryshe. Normalisht koha shkon edhe këto. Domethënë tash gratë janë Ja, po. në diskotekë, në diskoteka domethënë. Nëse gjithkosh për veten, Okej. a do me shku në diskotekë, a do me punu, a do me najtë në shpejë me familjen, gjithkosh ka për veten. Sigurisht. Po Gjermant largohen shumë. Edhe mu më thojnë, ose bëj hajgore vetë, mu më thojnë, Milinda ti shqiptare, çantën i marrë ma mirë me veten. Çantën. Çantën, po e them, mos ki frek, jam shqiptare, po nuk ta kapi senet e tua. Si mendojnë se jemi pak me doleve gjere. Po thu që mendojnë që na ka pak shqiptarët mujna me halosje na të mirë basha? Po. Për fat keq po. Ë, Po tani ndryshon pak. tash ka filluar me ndryshua. Tash të ndryshon pak se shkak të Shqipërisë mendoj, si i din tani Në Gjermani ndajnë, domethënë shqiptari i Kosovës, shqiptari i Shqipërisë. Për fat keq po. Pse ashtu i ndajnë? Gjithë e them, Kosova, Albaner, po, Kosovo, Albana ose Albanien, edhe i them, janë vetëm vendet më ndryshe, po njerëz janë njëjtë. Jemi shqiptar i Kosovës, shqiptar i Shqipërisë, shqiptar i Makedonisë ose i Malezisë. Jo i një kosovarët.
Po e thash, ju ti mënesh me më çu kosovare, po ma një fund jam shqiptare. Jam shqiptare se e kam flamurin Koçezi. Flamurin i kombit, Koçezi. Kam edhe në qafë. Po ta shoh edhe Shqiponin që Po. e ke vendosur në, Po. domethënë këta e mban gjithmonë Ditë kështu për ditë. Shqiponin. Ditë për ditë. Vetëm nëse harroj Aha. për diçka, po gjithë i kam me veten. Jo vetëm ketë, edhe më fal, edhe për shembull të Çelca, Po. e kam flamurin. Në makinën time, Po. përpara edhe përmas flamuri Koçezi. A e kam prekaz në herë? Po kam qenë shumë shpesh. Prekaz. Po. A e din historinë e familjes Jashari? E di historinë e Jasharit shumë mirë bile. Edhe është me vërtetë një histori shumë e trestueshme. E vërtet. Shumë. Sa herë kam shkruar në këtë librin atje. Kush Librin e jam, kujtimeve, po. Po, edhe një përshëndetje kum lanë. Po, e di. Edhe ku shkoj atje është, më thonë, jam mërzit në shumë. Mërzitesh. Po, shumë. Okej. Fëmin tu, kur nëse kemi pas fëmi, a kemi rritë si Gjerman, as si Shqiptar? Asnjë procent si Gjerman. Si Nuk të shqiptar. pëlqen, domethënë. Nuk më pëlqen. Kam qef edhe fëmijët e mi, për shembull, me tregu respektin, si duhet me qëndru me prindret, edhe jo me largu për shtëpisë. Gjithë sa ma afër, sa ma mirë. Me kujdes edhe për fëmijët shumë, jo vetëm me hajde se të ikë një diskotekë ose diçka. Unë mendoj si ashtu edhe ashtu shmendje ime, vetëm mendje ime. Diskoteket ashtu edhe ashtu nuk janë bashkë mirë. Atë shkollo, do punë tua, tako me shoqet, me shokët. Po gjithçka- Ktheu prap në shtëpi. Domethënë shko ka dush, prap Normal, kthem në shtëpi. Ku tjetër? Normal në shtëpi. Në Gjermand, a e kanë sistemin që fëmija kur t'i ban 18 vjet, sigurisht janë pa varë me dalë me një shtëpi vet, me jetu kanë, vet, kanë. me domethënë ekziston ky rregull kështu, ndoshta i pashkruar, por funksionon. Gjermonët janë e lumtur kështu. Rritën fëmijët deri në moshën 18 vjeçare dhe do ikën. Edhe jetojnë jetën e vet. Okej. Dhe kjo më mendoj si nuk është mirë. Duhet më qëndru gjithë afër. Jo, të na shqiptarë si t'i ban 18 vjet ai bollë për punë nuk do me ik hiç mo. Domethënë do më naj me punu për shtëpinë e vet. Po, është mirë ashtu. Për shtëpinë e vet. Cila është ajo që ti ke thonë që to do të me hek në shqiptarët? Çka do të me hek në shqiptarët? Çka kishte ndryshu te shqiptarët nëse kishte pas mundësi me ndryshu? Çka më vjen ka një herë pak keq, është se shqiptarët thojnë vet, jam shqiptari Kosovës ose jam shqiptari Shqipërisë. Po ma një fund jemi vetëm një Shqipëri. Jemi bashkë krejt, edhe nuk është ati e Shqipërisë, ti e Kosovës, ti e Makedonisë. Jo, jemi krejt Shqiptar. bashkë. Okej. Jemi krejt shqiptar. A kishte pas se bu bashkë Shqipëria, Kosova, Po, shqiptarët e si jo. Maqedonisë, Po, Bali, çështu Zit, shikon- Preshevës, Po, që shukon të Luginës. një herë Qarmëria, Malzia. Domethënë ne këtë këtë informat që ka qenë një territor i Po, madh si jo. shqiptar, si Po. është çudi Iliria që ka pas shumë territor. Normalisht. Deri atje në Nish, deri në Greqi atje edhe. Duhet me ditë se duhet me interesu për historinë tonë, Okej. se jam shqiptare. Që ashtu duhet me ditë. Melinda, ti din që na me Serbi si kena punë mirë. E di shumë mirë. A e din? E di shumë mirë. Mos e bazot më bëna lufta, kishte luftu për Kosovën? A kishte ka pushkën? Drejt të tregoj nuk moj me thonë tash pu ajo, Okej. se nuk kam qenë kur në këtë rast, Okej. edhe mendoj si është shumë lehtë me thonë tani po, moj, Po. edhe ma një fund mos më bo. Okej. Inshallah që- zbot mas pari, inshallah s'ka nevojë mas pari. Inshallah nuk ka nevojë larg qoftë, por e kisha vonë gjithçka për me kundërshtu serbët, se jam bot edhe tani për shembull. Te kom tregu se kam Instagramin time. Po. Shumë serbët më shkruajnë. A të shkruajnë serb, ta? Shumë. Me urrëtie? Shumë. Qysh- Ka shumë senat se nuk muj edhe me foj këto se më thonë, nuk dinë se jam Gjermane, se Okej. nuk dinë kur kush në Instagram Okej. time, se jam shqiptare. Aha. Edhe më shkruajnë gjithçka, ti shqiptare je, nuk je në vendin tonë, po je është vendi jonë, edhe kundërshtoj shumë. Nuk është vendi jot, është vendi jonë. Qysh jau kthen ti? Në gjuhën shqipe ose Po çka I thu po mendoj kështu? je shumë gabim, po mendoj si më foj shumë qetë. Edhe nëse vinë fjalët pa lidhje, mendoj si më foj shumë I qetë. Po tham, je shumë I gabuar, lexoj librat, intereso për historinë, po është vendi jonë, nuk është vendi yt. Po edhe nëse po mendon se është vendi yt Serbia, je shumë gabim. Je shumë gabim. Domethënë të shkruajnë pafund, shkruajnë shumë domethënë serbt. A ke taku ndaj serb në herë kështu live? Në Nuk du. ballafaqu? Nuk du, Nuk don. nuk du. As në Mendoj Gjermani domethënë as Nuk du. s'ka rasti skor. Larg qoftë. Larg qoftë.
Okej, Melinda, bëjna pak marketing dhe kthehemi prap? Po. Marketing. Jena këthy prap me Melindën. Melinda, a je okej? Po. Apo një si në shpitone? Po, fiks. Si në shpitone, ha? Po, jam shumë rahat. Okej, a i nje, për shembull, politikan të Kosovës? Jo shumë. Jo shumë. Jo shumë, se politika im nuk është bash. Po ju shqiptarë që jetoni në diasporë merrni me politika pak, domethënë do të më njoft. Po, normalisht Albin Koti një, Okej, edhe vetëvendosja normalisht i po cili, Okej. po nuk e hiku me disa fel në këtë temë. Ma mirë. Ma mirë. Ma mirë se nuk hin fell. Gjermant, a shkojnë kështu për shembull që shkojmë na shqiptarët me nejt të dajt, ose me bujë të dajt, ose të Fare. hall, ose të tezja, ose të me arë musafir, me nejt, me flajt aty, me Jo, shumë jo. shkojnë. Jo. Janë, si të thash, një qik maftoft, janë Po. pak maftoft, kështu që nëse shkojnë nasha një herë muj dikon, rinë 2-3 ure dhe largohen. Okej. Te na, a ke pas që shvin? Po, si jo, vinë me makina, vinë me makiret, vinë plot, rinë nashta në 2-3 ditë, Bija të rinë nga 2 javë. bijat, po s'ka gje, le të rinë, si kënaqëm së bashku. 2 javë, oj Melin, më thonë bijat, Aman, nuk ta lëshojnë derën të na këtu. bojna bukën bashk, rinë bashk, Okej. kënaqëm bashk, muhabet bashk, pina kafe bashk. Atë ka rona herë, dhe më thonë, ti e din që na prejmë edhe postarma këtu, dimit. Po. E Gjerman ta prejnë postarma? Jo. Nuk prejnë, ha? Kur? Ka njerë po, jo si këtu. Na kemë ceremonia tonë, Po, fiks. shkëmë zgjedhje më të mirën, Fiks. tere mish, së gjuk. Po, e kemi edhe unë, në shpitime kam kështu. Po sa më këtë bëj fli, i bëj fli shpesh në shtëpitime. Banë flinë Gjermania. Po, si jo. Këtë vinë mosafer, i tham gjithë këto prej të lutëm se i mosaferiem prej flinë ose bukën ose diçka tjetër, Po. për shkak të respekti. Dhe më thonë edhe ti ke fillu me, tamam pas ke fillu me jetu për një me kështu si, Po, me flia, me me pasulle, gjithë me këtu. burekat, pite, Okej. gjithë po. Me ato musafir plot, më të mush shpia. Një shtëpi pa mosafer është shtëpia shumë ftoftë. Te unë është dera hapur gjithë. Gjithë. Me vërtetën, dera ime është hapur gjithë. Vinë shoqët edhe pa përgatitur, nuk duhet më thirr Linda, vetëm a je në shtëpi, po jam eja, hajde. A e din që në të kalumën të shqiptarë, dhe më thonë, të ka orë në shpe dhe dikush që si ke njoft, ka me në rrugë, ka orë në shpe dhe na kena shtim mana. Po, A dhe më thonë, e din këtë tradit. po e di. Më kanë tregu shoqët, shokët, familjar, po. A jena popull human? Na? Shumë. Mendoj si shumë. Bojna mirë, dhe më thonë. Po, ndihmojmë- nëse është i kush në zorë për diçka, me Po. vërtetën, për qëndetin, ose diçka tjetër, ne, unë them veç Okej, ne, okej. e jopëm gjithë shka për minimum. Dhe më thonë, mobilizohemi shpejt Po, për me ndihmu dikush Bëhem që krejt se bashk për minimum për më bo këtë person më mirë. për diçka që ka nevojë dhe Po. ka kështu. Mendoj edhe duhet më kanë ashtu, se larg qofti, unë, nesa mujnë më kenë në gjendje shumë keq. Po, Edhe shpresojmë se dikush tjetër na animon. okej. A ke fillu me folë si shqiptarë kështu se na ka pak bojna fjallë, a ke pak kështu? Kena mëra ka pak me boj fjallë, ja filoni, ka njerë po. Ja, jo kështu. A ke morë që traditët dhe tija, jo? Po, ka njerë po Okej. tani tham nuk është mirë. Më thonë, më folë ashtu kol. Po shamon, më marrë njes për gojë, dhe ma mirë është me që gjithë punë në vetë. A dhe unë i më kësy në Kosovë ju diaspora që jeni të jetu atje krejt? Tash të nëmru Gjermanë në rënë si diasporë, para më në. A keni më kësy me të krejt në Kosovë? Ndërko? A jo? Në varët, unë nuk më fuj për krejt, për krejt, po Që shki qefti me ndodhë? mendoj se është ma mirë. Më kësy këto, Këto a? është veni jonë. Ka më parasysh a janë shqiptarë i Shqipërisë, ose Makedonisë, ose Shqiptarë, përgjithësi. Kosovës. Veni me kim këto. Dhe duhet me kry punët këto, duhet me rritë shtetin këto, me bo një që njëherë ma mirë si kemi tani, duhet me punu për shtetin tonë. A ma me qef rrinë tash në Gjermani, a në Kosovë? Kur po je këtu, edhe kur po je atje, qësh po? Drejt të tregoj, këtu e kom gjetë rahatin time. Këtu është shpirti im. Këtu edhe në Shqipëri. Se nuk daloj unë. Po, Dalohet vetëm vendi. Mu në më konë Në Berlin, Gjermani mu në më unë konë jam vetë si i huj. Atje po një është tash si e huja, Po. Këtu, këtë vijë në Kosovë, ose në Shqipëri, i një vetën si në shpe. që shka mundësi mu tjetërsu kaq shumë? Ka mundësi se i du.
e du me shpirt me vërtetën. Nuk e di çka ka ndodh, po nashta u ka një shkru më kështu. Këtu i ndi veten shumë mirë, shpirti jem është këtu. Edhe kom thonë për shembull familjes, mos më kuptoni keq, po larg qof, më ndodh diçka, të lutem, në Kosovë ose në Shqipëri, duhet më varros, jo në Gjermani. Larg qoftë. Do me thonë, po, aja ka marrë ditë, se është proces normal, natyror, po thu që edhe mu varros në Kosova? Po. Jam shqiptare, nuk jam gjermane. E kam së rëzëshkit. Po të bërej, edhe ti për din çka ndjej, do thënë. dhe me thonë edhe për tani edhe energjinë edhe të pasërtin që pëthu, që pëthu me shumë Po. bindje edhe me shumë me të besim edhe pëthu me dashni, dhe me thonë është Po. me dashni. Kom përmen më herët, me pas mundësi, edhe gjakon kisha ndru. E kishe ndru gjakun. Po, më bo shqiptare, fix si duhet më bo. A ki bona herë një test ADN-s Nuk i kam me bërë. këshy, ose test genetik me këshy prej ku i ki? Jo, nuk i kam bo, po nuk i di as vetë si Ka po të vjen ton kja dashni për shqiptarët? ka arrit që ashtu. Edhe tash drejt e thejoj, nuk është vetëm se i tregoj Gjermant kush jemi ne, po më kanë nisë më shkru edhe njerëz prej teli forvenet botës. Edhe para 2 ditë i mora një mesazh në Instagram time prej njerëzit i Bangladeshit. Okej. Më kanë shkruar. Janë djekës, më djekën për shembull në Instagram edhe më kanë shkruar, a mund është marrë me nesh në Shqipëri edhe në Kosovë, me në tregu vendet bukra, se nuk i dim asgjë për Shqipërinë edhe për Kosovës. Edhe ajo është, më thonë, puna ime i dytë në Instagram, me tregu edhe njerëz, jo vetëm gjermant, po tonë botën, çfarë vendet bukra e kemi ne. Për ata më ndjekin edhe, nëse më përmend një Melinda, Instagram time Melinda's Lifestyle, kam shumë djekësët edhe i kanë shumë shef marak më ditë për nesh, jo vetëm vendet, po kush jemi ne, çfarë adetet edhe kulturë kemi ne. Edhe i afroj shumë. I tham, mund me ikën këtë vend, jeni me mua, se ka mundësi edhe i boj një grup me turistët, edhe do ikin në Kosovë, në vendet bukra me turistët, edhe në Shqipëri, vetëm më afru. Më tregu me vërtetën, jemi njerëz mirë edhe mos më pas frikë për nesh. Çfarë pune e bën në Gjermani, Melinda? Punoj në marketing. Marketing? Po, në Gjermani. Shumë punë normale, i thjesht në zyre. Jo diçka e veçantë, jeta normale atje në Gjermani. Po puna e dytë, rastisht ka ndodhur ajo me Instagramin time, rastisht. E kom hap Instagramin time ku kam qenë në Shqipëri, e bëra fotot, videot, edhe kom nisë më fol. E thash, qërë një çfarë vend bukra. Pse nuk i dini çfarë vend bukra kemi ne edhe në Kosovë. A mendojnë Gjermanë që në Kosovë ka pasiguri, ose në Shqipëri ka pasiguri halala, kanë frikë me ardhë? Kanë frikë shumë. Kanë frikë me ardhë? Kanë frikë shumë. E pse na ka dalë që ky zoni diqysh pak i zitë, si kanë frikë për neve njerëzit? A nuk na njohin shumë, a kena bon ai sen në atje? Nuk kanë kontakt me nesh, po janë... A kena bon ai sen në atje që mund ata mos më na dashtë? Nashta në ko, jo, nuk më thonë, vetëm nashta në ko luftës e djemët kanë martu gosat i tyre, për me bo letër për shamun. Ajo është një pjesë... Ne kena marrë dhe plakat shumë. Po nëjse për ata nuk më Ne kena marrë dhe ka që shumë dhe plakat në për Gjermaninë e për Po, fakt. Nashta këtë tinglon akoma në përveshtë i tyre, Gjermanëve. Po për ndryshë nuk din sen për neve, nuk din hiq për neve. Kanë shumë frikë, po i ndëgjojnë, shqiptarët janë kështu, nuk janë të njerëz mirë, por nuk i din. Nuk kanë kontakt. Nuk na njohin sipërfaqësisht. Përfaqësisht. Na njohin sipërfaqësisht dhe kanë kriju një percepcion në të gabueshëm. Duhet me punu shumë për këtë, për me ndryshu mendjen e tine, mendjen e tyre. Po thu, na duhet me konë shumë të mirë, Jemi të mirë. Shumë, me konë hala më të mirë. Me konë hala më të mirë për me hikë. Me punu shumë, që me ndruat percepcion të njerëzve që nuk na njohin afër. Por nuk e di tani, a duhet me punu për këtë, se ne jemi me vërtetë njerëz mirë. Na duhet me punu për veti, mandej të punu për veti ndryshojmë edhe mendimin e tjerëve. Po, unë vetëm më thonë shembët për vetën. Nëse më thotë një Gjerman, për shembull, ti je auslender, po ti je shqiptare, kemi pak ma kontakt ma, që më thonë, ma largë. Ma në distancë. Unë e provoj me vërtetë me thonë, pse, kam qef me hinë diskutim, pse po mendon kështu, nuk jemi kështu, qysh po mendon ti, mos na gjyko kështu, pse po fol ashtu.
edhe provoj me vërtetë me thonë, ose me tregu se jemi njerëz me vërtetë shumë mirë. Atyre që nuk i tregon që je gjermane, që ke lind gjermane, nuk i tregon, ata mendojnë që ti je shqiptare. Po, fiks. Edhe të thojnë kështu, domethënë. Edhe nuk i hapi këtë muhabet, se nuk më pëlqen. Nuk i hap këtë temë. Jo. Nëse nuk vjen rastësisht Po, tema, ose nuk rrjedh. ka edhe shqiptar, po shembull në jetës time, se nuk janë bashkë në rreth tim, Okej. se më pyesen i kajt je, tani themi Gjermanisë. Po i Gjermanisë i dim, po Kosovë. i kajt i ki prindrit e Gjermanisë. E tani më vjen muhabeti, më thonë se Okej. jam gjermane, po nuk besojnë kanherë. Nuk besojnë. Nuk besojnë si Jo se je fut qas feltin në rregulla të jetës edhe të mendimit edhe Po. gjithçka shqip, saqë është vështirë me të kuptu ata që Po, si thonë ai të bashaka, po shembull se si më që si është e mundshme më fol shqip. Se ti po fol edhe po më thonë ti po fol shqip mirë, si fëmijë që janë dritë në diasporë për shembull. në vërtet. E kështu që Tash para mendo, tu i thona e diasporës, qikës, ku janë në Kosovë azil të kanë shtia, këtu. ju. Se neve na kanë shti gjeman, na kanë pakput azil 4-4 vjetë na mojshin hajmë. Ja, valla drejtë të regoj, ku kam qenë këtu, Aha. vetëm e kom gjetë dyrt hapur. E vërtet. Vetëm dyrt hapur, zemrat e hapur, edhe gjithë e kom dhanë respektin maksimum, normalisht i kom mësu edhe unë, se Po. është edhe një procedurë i gjatë. Sigurisht. Po kam qenë gjithë i hapur, edhe për këtë i kom pas gjithë kontakt mirë me njerëz. Mendoj, shpresoj edhe më arrit ëndrrën time, Cilën? më pas një pasaport Shqipërisë, me Shqipërisë? Shqipënien. Okej. Atë Kosovës, të Ose Shqipërisë. Kosovës, ose Misoj. Shqipërisë. Po. Okej, kja bëhet gradualisht, se ti tash ke bu banore e Kosovës ose Shqipërisë. Njëherë si banor kështu i përkashëm, andej i përhershëm. Shpresoj se është ëndra ime më e madhe. Ëndër e ki këto. Po, kam. A keni drejt në 2 shtetësi? Në Gjermani, po më duket lejohet tash, po me ligjin e ri Për lejohet. momentin vetëm turqët i kanë këtë, kanë edhe qytet tjetër, Edhe po Gjermanë po më duket e kanë drejtën e 2 shtetësive. nuk jam bash i sigurt, po e kom interesu për këtë, Okej. edhe mu kanë thonë nëse do më marr për shembull në shtetësinë shqiptare, Aha. po hupësh gjermanën, në shtetësinë gjermane. A e hup. Po. Do të ti je gatshme me hup Po, shtetësinë Nuk gjermane mani. për shtetësi shqiptare. fiks. Jam e gashme për këtë. Është kogja shumë kështu S'mani. jo stalin e di. Jo, kryt shqiptari me kryt kështu e ka. Shqiptari kryt e fort. Shqiptari kryt e fort. Para mendo domthon njerëzit bojnë luftë me moni pasaport gjermane për shkak të mundësive të punës, lëvizjeve. Kjo do me morr banor Shqipërisë, banor e Lezhës për shembull ose Kukësit ose Po. Durrësit ose. Me zemrë, po. E kam edhe tash pasaportin e Gjermanisë, po gjithë i mështije me një çish e thonë, Po e mbështjell me një. po, edhe ka shqiponin për mi. A e ki bo domethon mu doka si shqiptare? Po, Merna gjermane. po. A të pëlqen muzika shqiptare? Po, si ju. Cila? Nëse Kush? përpara- Pikëngëtarëve? Përpore kemi dëgjuar që shon Motar Mustafa përpore në kur luftës, Po, ka pas Motar po, Mustafa, Motar Remzi Mustafa, Osmani, okej. edhe Violeta Kukaj, për shembull. Po. Gjithë të muzika tani janë muzikat më të re, për shembull. Po. Ka pas tani një periudhë me Medën, kom dëgju shumë shpesh. E tani është më shumë për momentin jam të ndjek më shumë muzikë Shqipëri jugut. Atë jugut. Po, për momentin Kush kjo më pengon ndjek jugut? shumë. Kush po të pëlqen për jugut? Auf, tash mos më pyet për emrin. Okej. S'ka lidhje, se emrat i mëson, po më rëndësisht po të pëlqen muzika. Muzika e jugut për momentin më pëlqen muzika e jugut, po është në procedurë si ndryshon, në den Aha. shkak muzikës, po. Okej. E postoj edhe për shembull se më pëlqen A shumë. shkon më në koncert shqiptarëve në herë? A i kon? Po shkoj shpesh. Po. Shkoj shpesh. Shkon Në Berlin shpesh? kam qenë shumë shpesh, po. Berlin? Po. Okej. Edhe kërcoj to notën nëse ka kërcoj to notën. Po. A i ki mësu këto vallet tona kështu dy hapa për para një për mas Po, po. kështu? Po. A Si kanë jo? gjerman valla si kur na? Nuk kanë fare. His kanë valla? Hiç. Se na nuk kanë. Jo. Si na s'kan. Me të pana me kështu Jo, gjana jo, lartë. vjetra. Nuk kanë. E këtu me qeftelia në hera i keni folklorin? Po si jo. Bravo. Po, shumë shpesh. A di me najt kom kryq? A i kona he me najt, od me najt? Më ull? Po, kam qenë edhe një hot, po normalisht është hot ka qenë përpara vetëm për burra. Për burra, po. Po, A kemi din- qenë çaj përpara edhe A bukën pin përpara. qaj? Shumë. Pin qaj, a? Po si jo, edhe në punë nëse kisha pas mundësi kisha pi çaj. Që gjykimat në vetin punë, si këta Vallaj, tonë në për ministri. mirë ki. Gjykimat. E qaj, 2-3, a pin? Jo 2-3, 7, 8, 9. Ka njerë më bjenë natën me najtë qutë, si kom pi shumë çaj. Që i pin 7-8 qaja. Po, çaj shkon me muhabet. Po. Edhe, po shama si ne tani. Po. Normalisht ishte mirë edhe me pas një çaj Me këtu. pas qaj. Me pa ditë që pin qajnë, ta kishim qisë na këtu qajnë e kemi
E pi, si jo, po pi edhe me prindërt e mi. Edhe ata i ke mësua, a? Po. Kom ndryshu jetën edhe tyre. Edhe për të mirë, jo për të keq. Mos javë qëtë shumë të ranë se... Jo, mami ka qef me pi. Të ranë. Po të ranë. Zipak, ku gja Po, shumë... po. ku gja shumë- Me një qik limon. Pak limon, po. Po, si jo. Pak limon, ja Me qëtë. thot edhe mami po shamën, e Linda, a jeni në shtëpi, a ki ko, e thëm po pse, a ki kungull, e thash po kam, apo ma qetë një kungullor, se kam shumë qef mange. Kungullor, tash është koha aty në tash, edhe pak dalin ata kungujt i ri, edhe mandi mundesh me... Mami ka shumë qef. është i mira i kungullor. Edhe unë kam shumë qef. E di, kungull. Pite kështu po, përpeqe, kështu Po, me fiks. djathe, me Po. spinace, Me këtu i ban. shpinat, me pore, me gjithë shka po. Kur kam ko pak ma shumë, A ki provu në herë me hitha me bona në jo? e kam provu, po kam djegu dur shumë. Djegit vallahi ka pak, hithi ka pak djeg që të keqe ka. Amo kështu është i mirë me E ndaj me mirë është, po. Edhe qaj është mirë. Qaj? Qaj hithave. Po, sigurisht. A tash ti me orët e ti në Gjermani, në Berlin, ti ki gjukimat në shpi. Po si jo. Ta që qajnë kam 2 natës, më thonë është Po, ja, marësore. edhe marrë dikosh në shtëpinë tim, po shemën, edhe pa njohur, Po, edhe nëse jam vetë kam besim të kitë person, Po. e hapi derën, se mundet më konë edhe njëri në Sigurisht. zorë diçka. po. Nëse thot i kush pa bukë, pa ujë, për shtëpisë time nuk largohet kërkush. Është shumë e pa besueshme. Rregull shqiptar, musafirit si të vjen Ja. shtëpi me hangër bukë. Po. Edhe nëse nuk jam i përgatitur për këtë, diçka e vogël kam gjithë. Bën diçka domethënë Po, shpejt e po, shpejt. po. Okej, interesant. Melinda, shumë interesant. Unë do më falenderoj që jarë prej Gjermanisë sot Faleminderit për për te. këtë intervistë edhe për mu ke kënaqësi, po para se me mbyll, çka kimi thonë shqiptarëve që jetojnë këtë diasporën. Ti e di që na shqiptarët e kemi diasporën më të mirë në botë. Këtë çka punoni ju atje, ata investojnë në shtëpitë vetë. Po. Çka kimi thonë aty në shqiptarëve? Po mendoj mos më largu prej trojet e tona. Mendoj më afru gjithë shumë edhe më shumë këto në shtëpi, tokës tonë. Mos më donë neve, shqiptarët i Kosovës, i Shqipërisë, i Makedonisë, i Malzisë. Jemi krejt bashkë, jemi krejt shqiptarë. Mendoj edhe fëmijët me rritë në diasporë, me mësu gjuhën shqipe, është shumë e rëndësi. Shumë Mos më hub adetet, traditat, zakonet, edhe gjuha. Është shumë e rëndësi. Vërtet. Këto i ki një dhuratë për Diamonds Clinic, Po, fix. merri, edhe besoj që kanë më të bo mirë. Mendoj edhe unë jam shumë i bindën se kam një shoqe arta, se ajo është shumë i diplomuar për këtë rast, për më bo, po shembull gjithçka në fytyrë edhe në trup, edhe Diamonds Clinic është një klinik shumë i bukur edhe nuk ka udhëru do sena të bukura edhe jam shumë emocionuar për këtë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi me të pas edhe me fol bashk, Faleminderit gjithashtu. edhe i kalum do momente të mira, unë po tani në intervistë shumë të relaksuar me ty, Faleminderit si me shumë. fol me një shqiptare që u lindë dhe u rrit në Kosovë ose në Gjermani, po i ka gjithçka rreth shqiptare. Të përgëzoj për këtë vetbesim, për këtë guxim që e ke bo, edhe inshallah na që kemi linë shqiptarë nuk kena më të zhgënjy ty se që ke linë Gjermane dhe i bashku këti Mos më thuj kështu. pastër, këti kombit pastër e të mirë shqiptarë. Faleminderit shumë. Faleminderit për te respekt. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shpresoj mu po në tjera intervista dhe në tjera evente Me gjithë që kanë më ndodhur këtu. Me gjithë Faleminderit qef. shumë. Ishte kënaqësi. Mirë pafshim.